Unë e mbyll me çfarë të dush ti, por ajo apo me një këngë dashurie, nuk e di domethënë me një këngë të cilën ti pse jo do t'ja kushtoje bashkëshortes tënde, asaj që e njeh që në lice, që në gjimnast, që 16 vjeç më del mua llogaria. Po shumë degjet kemi qenë, po, edhe duhet vërtet i kushtosh diçka bashkëshortes për dy arsye. E para sepse ne jemi rrit bashkë dhe jemi si thush, me nevo janë rritë edhe fëmijët tanë, se ne jemi bërë prindër shumë vegjël dhe them drejtën, është njeriu që përkujdeset më shumë për çdo gjë timen, për gjithë hallave të familjes si i ka, sepse unë, thotë profesor Gaqo, tenor ngjelet në fund ditës, kupton, dhe e ka mene veç me knu. Po jo nuk është ashtu edhe ne jemi njerëz si gjithë. Edhe kur nuk ka falje i këndon, besoj. Patjetër, ne i bëjmë të gjitha llojet e proceseve si çdo njerëz tjerë. Por unë jam rrit i mati këndote nënës time dikur këngë që ai nuk ishte këngëtar, kishte qef muzikën dhe këndote dhe një nga këngët që e këndonte ishte një këngë e Shkodrës, prap si krahin. Me te likun ta kam fale bej aman aman, ti hala se ke hargju, aman, amane. Blej kaleme me reqepe, sy e vetla me t'i shkru, e sa e bukur je. Sa e bukur. Me këtë na tregove edhe që ishte kursyer që ti i çon para pa ajo si harxhon apo jo i mban për shtin. Jo, unë edhe çoj para po edhe themi është shumë e bukur sepse duhet t'ja thush për ditë njeriu që i ken krah që është shumë e bukur, sepse vërtet është e bukur sepse është shoku i jetës dhe është gjithçka që ne kemi ndërtuar bashkë. Të falenderoj shumë Aranit. Ishe shumë i ngrohtë, shumë i vërtet, shumë i sinqert. Edhe shpresoj që kështu të ka kuptuar e të ka ndjerë dhe publiku gjatë sa interviste. Uroj që kjo intervista ime të shërbej për brezat e rinj që ta duan shkollën, ta duan pasionin e tyre, sepse nëse ke një ëndër dhe ti do të bëhesh diçka, mjafton të punosh, ta ndjekësh dhe ajo do të realizohet një ditë. Të falenderoj shumë. Faleminderit.